Mimbrana të dashur shikues të emisionit prive, po takohemi sërish bashkë pas një pauze të shkurtër. Besoj dhe e di që keni kaluar çaste të paharuara me emisionin prive të vitit të ri, një edicion special i cili ishte përgatitur enkas për ju. Dhe ja ko jemi sërish bashkë për t'i ndarë edhe materialet dhe storit të përgatitura nga kolegët tanë për ata që ju i adhuroni. E mbrëmjen e sonit me nisim me ato gjëra të cilat ndodhen qysh në fillim të vitit 2016. Pra, në fillim të muajit janar, çfarë ishte ajo që bëri zhurmë në showbizin shqiptar. Mes tjerash do të keni rast të kuptoni edhe disa detaje për filmin Shok, i cili u nominua për herë të parë Kosovën në Oscar, një gjë e cila do të jetë edhe si datë historike. E për detaje më të hollësishme ndjekim bashkë materialin nga Artan Telako. Viti që lan pas ka qenë i së mbushur me lajme në shtypin roz, por 2016 na surprizoi që në start. Akoma pa u bërë 2 javë, showbizi ka qenë i mbushur me këngë të reja, por edhe lajme të shumta. Qa është kjo parqetësie, qa po mbizet rënë këto? A u dekosh a qka? Mësuro, a pet në i punëtër penalti? Që në orët e para të datës 1 janar, në qendër të diskutimit, u vu grupi i njohur i humorit Stupcat. I këfsh fal kumëri se ti kështë hap 6 copa në cull të varë këtë dresh. Për të sqaruar një herë mirë atë që u tha gjithandej. Një tjetër lajm që mbushi gazetat ishte një sherr virtual mes 2 reperëve. Stresi, i cili edhe më parë kishte dedikuar mesazhe për artistë të tjerë, këtë herë shënjeste rekishte Skiven. Përmes një imazhi ku shihej Lushaj me Ledri Vulën, dedikimi bëri Visarit. Nuk vonoi shumë, edhe reperi Babastars reagoi, por me pak fjalë. Kjo histori vazhdoi edhe për disa minuta, por që më vonë stresi fshiu nga llogaria e tij në Instagram të gjitha këto postime. Për raje u përmend emri i reperit Mozik. Një problem me një tjetër reper u tha se ishte arsyeja që ai u ra duke marrë lëndime. Por në versionin që Mozik e dha për prive, kjo tezë bie në ujë. Akulli ishte fajtori i lëndimit të Mozik. Ndërkaq 2016 nuk nisi mirë as për këngëtaren Angelina Adagjonaj. Mediat raportuan për ndarjen e saj nga futbollisti Fatmir Hysembeliu pas disa vitesh bashk. Tradhtia ishte arsyeja që u raportua për prishjen e çiftit. Pjesë e kësaj historie, personazh ishte edhe modelja Angela Martini, për të cilën u tha se ishte shkaku i ndarjes së Angelinës me Hysembeliun. Prive ka kontaktuar me Adagjonaj, por që nuk ka komentuar për këtë çështje. Mediumi që ajo ka zgjedhur për të komunikuar është llogaria e saj në Instagram. Për te këtyre janë 2 raste që bën popullin shqiptar krenar në 2 javët e para të vitit. Petret, nëse s'dosh me këngë të heq, veç më shale gojën. Ndërkaq kjo javë mbyllet me një ngjarje historike për kinematografinë shqiptare. Shok është filmi i parë kosovar ndonjëherë i futur në Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër, Live Action Short Film. For Best Live Action Short Film, Shok. Projekti është koproduksion mes Kosovës dhe Anglisë, me producent Eshref Durmishin dhe Harvey Escott, mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Normal një gëzim shumë i madh që nuk e kom prit që ka me shku filmi në Oscar. Kur më përmend 3-4 emrat e parë, jam friksu që mos ndoshta nuk po shkam, po kur përmend emrin Shok, jam të nuk krejt. Po vret edhe pizani tem që kam qenë shumë i emocionum. Everything will be okay. Alles wird gut. Shok. Këto ngjarje mbushën ballinat e shtypit e u kthyen virale në internet për shumë pak kohë. Kanë kaluar 16 ditë nga viti 2016 e këto lajme po premtojnë se ky vit do të jetë shumë produktiv.